Njëherë u largua nga shteti i Anglisë e tek pas një muaji qumshti formul Aptamil AR1 u largua edhe nga tregu i Kosovës me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Në këtë produkt të qumshtit, AUV identifikoi prani të bakterijes Bacillus cereus. Megjithatë, AUV e identifikoi bakterin një muaj pasi Mbretëria e Bashkuar kishte larguar nga tregu këtë produkt qumshti. Nga ky institucion, vendimin nuk e konsiderojnë të vonshëm. Në për rrjetet ndryshme është cilësuar se AUV-ja ka vepruar shumë ngadalë. Nuk është e vërtetë. AUV ka marrë të gjitha mosat. Me këtë rast, në momentin që kemi marrë këtu, Agjencia Ushqimit dhe Veterinës i ka marrë të gjitha hapat dhe ka dalë në teren me inspektorët e vet. Produktet e larguara nga tregu do të asgjësohen. Ky Aptamil e ka edhe numrin kodin apo lotin numër 11144485, i cili është prodhu edhe importu nga Hollanda në Kosovë. Do të falenderoj këtu edhe kompaninë për mirëkuptimin edhe kërkesën edhe të kompanisë për të ardhur në ndihmë për me identifiku edhe për me grumbullu sa më shpejt nëse dikon ka nga ky lot, nga ky Aptamil AR1 edhe për të bërë asgjësimin e tij. Bakteria Bacillus cereus që u identifikua në këtë produkt kryesisht ndikon në çrregullim të organizmit. Problemet më të shpeshta janë ceka, do me thonë iritimi i zdorëve, edhe normal barkëqitje, dhimbje, barku, gjitha këto. Tash varësisht edhe sa është përdor formula. Në tregun e Kosovës, çmimi për këtë produkt qumshti ka shkuar deri në 22 euro. Ndërkaq, deri në vendimin tjetër, AUV ka apeluar tek qytetarët të kenë kujdes në përzgjedhje të produkteve të qumshtit për foshnjët dhe fëmijët.